Ju përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Irani dhe Izraeli shkëmbyen sulme ajrore dhe raketore, ndërsa bota është ende në pritje të përgjigjes të Teheranit ndaj sulmit të Shubas në centralet e saj bërthamore. Izraeli raportoi një numër të plagosurish, ndërsa Irani tha se pati disa viktima. Irani u zotua të mbrojë veten një ditë pasi Shubat ju bashkuan Izraelit në aksionin më të madh ushtarak perëndimor kundër vendit që nga revolucioni islamik i vitit 1979, pavarësisht thirrjeve për përmbajtje dhe kthim në diplomaci nga e gjithë bota. Imazhet satelitore komerciale treguan se sulmi i Shubas së shtunën në centralin bërthamor në Toksor Fordoe të Iranit shkaktoi dëme të mëdha. Në komentet e tij të fundit në mediat sociale mbi sulmet ajrore amerikane, Trump tha se dëme monumentale u shkaktuan në të gjitha centralet bërthamore në Iran. Dëmi më i madh ndodhi shumë në nivelin e tokës, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Trump më parë i bëri thirrje Iranit të heqë dorë nga çdo hakmarrje dhe tha se qeveria tashmë duhet të bëjë paqe. Përndryshe sulmet e ardhshme do të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të lehta. Ndërkaq, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një alarm sigurie në të gjithë botën për qytetarët amerikanë të jenë vigjilent pasi mund të ketë demonstrata pas këtyre sulmeve. Parlamenti i Iranit ka miratuar një masë për të mbyllur ngushtisën, të cilën Irani e ndan me Omanin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Për çdo masë të tillë do të kërkonte miratimin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, një organ i udhëhequr nga një i emëruar i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Kërcënimi i Iranit për të mbyllur ngushticën e Hormuzit, një kanal të furnizimit me naftë, ka nxitur një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës, duke shënuar kështu nivelin më të lartë që nga janari. Nga ana tjetër, edhe linjat ajrore tashmë kanë mbezulluar fluturimet në linjën e mesme dhe nuk dihet se për sa kohë do të vijojë ky vendim. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dhënë detaje nga sulmi ndaj impianteve bërthamore të Iranit. Një nëndetse, 7 bombardues strategjik B-2 dhe 125 avion kanë marrë pjesë në operacionin e forcave amerikane. Në daljen e parë publike pas sulmit të objekteve bërthamore të Iranit, sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe drejtuesi i lartë të forcave të armatosura thanë se Pentagoni është në gatishmëri pas kërcënimeve të Teheranit për kundërpërgjigje. Sipas sekretarit të Mbrojtjes, me këtë operacion Shtetet e Bashkuara zhduku ambicet bërthamore të Iranit. Falu udhëheqjes së guximshme dhe vizionare të presidentit Trump dhe angazhimit të tij për paqe përmes forcës, ambicet bërthamore të Iranit janë zhdukur. Shumë president kanë ndërruar të japin goditjen përfundimtare programit bërthamor të Iranit dhe askush nuk mundi deri në presidencën Trump. Sekretari i Mbrojtjes tha se sulmet nuk ishin në shënjestër trupat apo popullin iranian, por vetëm shkatrimin e programit bërthamor. Ndërsa shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Dan Kane zbuloi detaje të reja mbi sulmet kundër objekteve bërthamore të Iranit. Sipas generalit Kane, një nëndetse amerikane ka lëshuar mbi 2000 raketa Tomahawk drejt infrastrukturës iraniane që ishte në shënjestër të sulmit. Më shumë se 125 avion të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë marrë pjesë në operacion, përfshirë qindra avion luftarak të gjeneratës së 4 dhe të 5, 10 avion të furnizimit në ajër, si dhe një nëndetse taktike që shërbeu si bazë për lëshimin e raketave lundruese. Generali Kane njoftoi gjithashtu se 7 bombardues strategjik B-2 janë përdorur në sulmet ajrore mbi objektivat bërthamore iraniane. Këto avion janë të pajisur për të deportuar në thellësi të tokës dhe për të shkatruar objektivat të mbrojtur në mënyrë të veçantë, siç janë impiantet bërthamore të ndodhura nën male apo në bunker. Kryeministri izraelit falenderoi presidentin amerikan për sulmin ndaj Iranit. Netanyahu theksoi se Trump po udhëheq botën drejt paqes, ndërsa informoi se sulmi i Shteteve të Bashkuara u koordinua me Tel Avivi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu vlerësoi sulmin amerikan ndaj 3 impianteve bërthamore të Iranit. Ai falenderoi kreun e shtëpisë së bardhë Donald Trump, duke cilësuar të guximshëm vendimin e tij për sulmin dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si të pakrahasueshëm.
אתם זוכרים שמתחילת המבצע Urime president Trump, vendimi juaj I guximshëm ndaj objekteve bërthamore të Iranit me fuqinë e mrekullueshme dhe të drejtë të Shteteve të Bashkuara do të ndryshojë historinë. Ka bërë atë që asnjë vend tjetër në botë nuk mund ta bënte. Netanyahu theksoi se presidenti Trump mund të sjellë paqen në lindjen e mesme. Historia do të shënojë se presidenti Trump I ka mohuar regjimit më të rrezikshëm të botës, armët më të rrezikshme në botë. Udhëheqja e tij sot ka krijuar një bosht të historisë që mund të ndihmojë në udhëheqjen e lindjes së mesme drejt një së ardhmet prosperiteti dhe paqeje. President Trump, faleminderit. Populli I Izraelit, faleminderit. Forcat e qytetërimit, faleminderit. Zoti e bekoft Amerikën, Zoti e bekoft Izraelin. Disa orë pas sulmit amerikan, Irani ju kundërpërgjigj Izraelit, shpërthime u dëgjuan në Tel Aviv dhe Haifa, mediat nuk raportojnë për të vrarë, por vetëm për dëme materiale në disa godina. Disa nga raketat u neutralizuan nga sistemi mbrojtës I Izraelit, ekipet mbrojtëse në qytete të ndryshme, vijojnë aksionet e kërkim shpëtimit në përrënojat e godinave të bombarduar nga Irani. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se mbështet vendimin e presidentit Trump për të goditur Iranin në një reagim në rrjetet sociale. Kreu I qeverisë thekson se Shqipëria renditet për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndalimin e regjimit teokratik të Teheranit që të zotërojë armë bërthamore. Shqipëria është rreshtuar ndër shtetet që mbështet sulmet amerikane ndaj Iranit. Kryeministri Edi Rama në një reagim në X vlerëson përpjekjen e presidentit amerikan për të ndaluar pajisjen e Teheranit me armë bërthamore. Si një shtet që ka dalë nga errësira e një regjimi teokratik brutal dhe një antar krenar I botës së lirë dhe si një partner strategjik I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria shpreh mbështetjen e saj të palëkundur për përpjekjet e presidentit Trump në ndalimin e regjimit teokratik në Teheran që të zotrojë armë bërthamore. Rama I quan Iranin një shtet teokrat që I cilëson vendet e lira si satanike, shprehje e përdorur edhe për Shqipërinë, për faktin se vendi ynë strehon përfaqësues të opozitës iraniane. Ky nuk është thjesht një shtet me kapacitete bërthamore, as një diktaturë me ambicie për të zotruar armë të tilla. Është një teokraci e pajisur me retorik apokaliptike, e ngulitur në një traditë 70 vjeçare të etiketimit të kombeve të lira si satanike dhe që bën thirrje të hapura për zhdukjen e tyre. Në çdo drejtim, ky është një përjashtim I rrezikshëm, ndryshe nga çdo shtet tjetër që disponon armë bërthamore pavarësisht sistemit të tij politik. Në shtatorin e vitit 2022, Tirana zyrtare ndërmori masën ekstreme për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Kryeministri Rama në ato kohë tha se ishte një vendim I pashmangshëm dhe në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit kibernetik që u ndërmor në ato vit ndaj Albanias. Një zyrtari I NATO-s ka deklaruar se aleanca po ndjen nga afër situatën, ndërsa Bashkimi Evropian theksoi se diplomacia është e vetmja rrugë për paqe në lindjen e mesme. Kryeministri I Britanisë së Madhe mbështeti sulmin amerikan duke deklaruar se programi I bërthamor I Iranit nuk duhet të zhvillohet. Sulmi ajror I koordinuar ndaj 3 impianteve bërthamore të Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjellë reagim të menjëhershëm ndërkombëtar. Një zyrtar I lartë I NATO-s tha Reuters se aleanca po e ndjek nga afër situatën pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara në 3 centralet kryesore bërthamore të Iranit. Presidenti I Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, me anë të një postimi në X, shkruan se është I alarmuar nga lajmet që vijnë nga lindja e mesme. U bë thirrje të gjitha palëve të tregojnë përmbajtje dhe respekt për të drejtën ndërkombëtare dhe sigurinë bërthamore. Diplomacia mbetet e vetmja mënyrë për të sjellë paqe dhe siguri në rajonin e lindjes së mesme. Shumë civil do të jenë përsëri viktima të një përshkallëzimi të mëtejshëm. Ndërsa shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, shkruan se Irani nuk duhet I lejojë të zhvillojë një armë bërthamore, pasi do të përbënte një kërcënim për sigurinë ndërkombëtare. Të njëjtin qëndrim ka edhe kryeministri britanik Keir Starmer, I cili I cilëson sulmet e Shteteve të Bashkuara ndaj objekteve bërthamore si përpjekje për të zbutur kërcënimin serioz ndaj sigurisë ndërkombëtare. The Iranian nuclear program and Programi bërthamor I Iranit është një kërcënim serioz për sigurinë ndërkombëtare. Iranit nuk mund t'i lejohet kurrë të zhvillojë një armë bërthamore dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë veprime për të zbutur këtë kërcënim. Ne I bëjmë thirrje Iranit të kthehet në tryezën e negociatave dhe të arrijë një zgjidhje diplomatike për t'i dhënë fund kësaj krize.
ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehet i alarmuar nga sulmi i Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Në një postim në rrjetin social X, Guterres shkruan se mund të sjellë një përshkallëzim të rrezikshëm dhe kërcënim të drejtë për sigurinë ndërkombëtare. Ekziston një rrezik në rritje që ky konflikt të dalë shpejt jashtë kontrollit me pasoja katastrofike për civilet, rajonin dhe botën. U bëj thirrje shteteve anëtare të ulin tensionet dhe të përmbushin detyrimet e tyre sipas kartës së OKB-s dhe rregullave të tjera të së drejtës ndërkombëtare. Nuk ka zgjidhje ushtarake, e vetmja rrugë përpara është diplomacia, e vetmja shpresë është paqja. Për situatën e tensionuar në lindjen e mesme ka reaguar edhe Papa Leoni XIV, nga sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan gjatë lutjes tradicionale të së dielës, ati i shenjtë bëri thirrje për paqe, teksa i kërkoi liderëve botëror të tregojnë përgjegjësi dhe arsyetim. Fermare la tragedia della guerra. Të ndalohet tragjedia e luftës përpara se ajo të shndërrohet në një humner të pariparueshme. Lufta nuk zgjidh probleme, përkundrazi i amplifikon ato dhe shkakton plagë të thella në historinë e popujve, plagë që duhen breza për të shëruar. Asnjë fitore ushtarake nuk mund të kompensojë kurrë dhimbjen e një nëne, frikën e një fëmie ose një të ardhme të vjedhur. Diplomacia le të bëjë armët të heshtin. Che la diplomazia faccia tacere le armi. Organizata e Kombeve të Bashkuara mori një letër nga Irani ku dënon me forcë bombardimet amerikane. Misioni i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara i konsideron bombardimet të palishme dhe të pamatura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Demokratët kanë akuzuar presidentin Trump se shkeli kushtetutën duke sulmuar Iranin pa pëlqimin e Kongresit. Por republikanët e cilësojnë sulmet vendimtare për të ndaluar Teheranin të prodhojë bombën bërthamore. Kanë qenë të përzira reagimet e spektrit politik amerikan ndaj vendimit të Trump për të sulmuar Iranin. Senatori republikan Mitch McConnell e përgëzoi Trumpin për ndërmarrjen e veprimeve vendimtare për të mohuar Iranit një armë bërthamore. Shfrytëzimi i kësaj mundësie nuk është një përshkallëzim drejt luftës, është një përgjigje e kujdesshme ndaj luftë-dashësve në Teheran, shkroi McConnell në rrjetet sociale. Por nuk ishin në një mendje demokratët të cilët i kanë dënuar sulmet. Mark Warner, nënkryetari i Komitetit të Inteligjencës së Senatit, theksoi se vendimi i Trump rrezikon ta tërheqë SBA-n në një luftë pafund që mund të kushtoj jetë dhe burime amerikanëve për vitet që vijnë. Disa ligjvënës të tjerë demokratë evidentuan faktin se sulmet u kryen pa pëlqimin e Kongresit. Kongresmeni Alexandria Ocasio-Cortez tha se kjo është një shkelje e rëndë e kushtetutës dhe fuqive të luftës së Kongresit dhe përbën bazë të mjaftueshme për shkarkim të presidentit. Ai ka rrezikuar në mënyrë impulsive të nisë një luftë që mund të na fusë në kurth për breza me radhë, shkroi ajo në rrjetin X. Edhe kongresmeni Rashid Tlaib gjithashtu i quajti sulmet shkelje flagrante të kushtetutës amerikane dhe i bëri thirrje Kongresit të ndërhyjë menjëherë. Ndërkohë kongresmeni Jim McGovern e quajti situatën të çmendur, ndërsa akuzoi Trumpin se i ka futur SBA-t në mënyrë të paligjshme në luftë me lindjen e mesme. Të ndarë në qëndrime kanë qenë edhe qytetarët amerikanë, shumë prej tyre i druhen një hakmarrje nga ana e Iranit. Qytetarët amerikanë kanë qenë të fiksuar pas ekraneve televizive, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mbajti fjalimin televiziv pas sulmeve në 3 centralet kryesore bërthamore të Iranit. Tiffany Blacknell, themeluese e studios së mbrojtjes penale dhe komunikimit në kriza, shprehet. Do të doja shumë t'i thoja vajzës ime dhe vajzës së saj se nuk do të hyjmë në një luftë botërore, por nuk mundem. Qëndrimet e banorëve ishin të ndryshme pro dhe kundër sulmit amerikan. Shumë prej tyre cilësuan të frikshme situatën dhe i druhen një kundërpërgjigje të Iranit. Unë dua që fëmijët e mi të ardhshëm të jetojnë në një vend ku do të jenë të sigurt. Është një situatë disi e frikshme, jam i shqetësuar. Analistët thonë se Bashkimi i Shteteve të Bashkuara me Izraelin pritet të shkaktojë një përshkallëzim të situatës në lindjen e mesme. Sezoni veror në Durrës duket se ka nisur i mbar, krahas pushuesve shqiptar, të shumt janë edhe turistët e huaj të cilët vlerësojnë më së shumti çmimet e lira dhe plazhet që të ofron e gjithë vija bregdetare nga Currilat deri në Golem.
Në këto ditë përvoluese vere, plazhet janë të mbushur me pushues. Nga Currilat e Durrësit deri përtej golemit të Kavajës, e gjithë vija bregdetare është frekuentuar masivisht nga vendas, ashtu edhe turistë huaj. Mirë, shumë. S'ka më mirë. Pushuesit që vinë nga vendet të ndryshme të botës tërhiqen jo vetëm nga uji dhe rëra, por edhe nga çmimet e lira. Jemi nga Polonia, është hera e parë që jemi këtu. Vendosëm të shkëputemi nga puna dhe të marrim javë pushime dhe të kalonim kohë në plazh. Dhe gjetëm duke kërkuar në internet. Gjetëm një ofertë të mirë. Njerëzit këtu janë të mirë dhe të sjellshëm, ndërsa çmimet më të lira se në Poloni. Operatorët turistike konsiderojnë këtë nisje sezonit të suksesshëm, ndërsa korriku dhe gushti pritet të shënojnë fluksin më të madh të vizitorëve. Këtë vit kanë vazhduar pjesa e premtimeve që në muajin maj, jo me një mbushje plot të hotelit, por gradualisht tani në muajin qershor, pas përfundimit edhe të shkollave, shtohet edhe pjesa e rezervimeve. Tani presim korrik ngusht që ta mbushim, të shkojmë kapacitetit diku te 90%, 95%. Paketat turistike mbeten të pandryshuara në disa resorte, ndërsa risia këtë sezon është e vizitorëve aziatik. Praktikisht kemi mbyllur me agjensitë, siç agjensitë nga Europa perëndimore, lindore, baltike, nordike dhe gjithashtu edhe vende aziatike. Nuk është se ka pasur doate të çmimeve, pasi kemi vazhduar pothuajse me të njëjta çmime që kemi qenë vitin e kaluar. Adriatiku edhe këtë verë mbetet një zgjedhje e qëndrueshme dhe gjithnjë më tërheqëse për të gjitha moshat e shtresat sociale. Fundjava ka populluar Bregdetin e Shëngjinit, vizitorë të shumtë t'ju drejtuan plazhit, ndërsa vlerësojnë pastërtinë. Kërkojnë nga autoritetet që të marrin masa për mushkonjat që duket se janë kthyer në një shqetësi. Shëngjini mbetet një prej perlave natyrore më të frekuentuara të sezonit turistik, me një peizazh të veçantë ku ndërthuret deti, male me gjelbrimin përreth. Shëngjini të ofron një atmosferë të qetë dhe relaksuese për çdo pushues. Qytetarët nga Kosova mbeten besnik të këtij plazhi. Ata vlerësojnë veçanërisht pastërtinë, si dhe qetësinë në këtë periudhë të vitit në Bregdetin e Shëngjinit. Thonë se nuk janë për herë të parë këtu, ndërsa e frekuentojnë edhe disa herë në vit. Tonë vërtetën e preferojmë jugun e Shqipërisë, Sarandën edhe Lorën, po është hera 2-3 që vina këtu, thunë që ka jot, ka ma shumë përshëndetin, është diçka ma e veçantë. Plazhin nuk e ka shumë të gjatë, por e ka pastër e majnë, e dyta ushqimit tradicionale si në Kosovë, ashtu janë shumë të mira, që gjithë shka është në rregull. Është vend i mrekullueshëm, me Bregdetin shqiptar nuk ka, do kam qenë në Velipoj, edhe Shëngjinin vazhdimisht. Vitin e kaluar kanë qenë Velipoj, po si vjet këtu dhe do ta vazhdoj, sepse vërtet më ka pëlqyer shumë. Nuk mungojnë as vendasit, si dhe të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, teksa vlerësojnë pastërtinë dhe kushtet. Ata ankohen veçanërisht për mushkonjat dhe kërkojnë marrjen e masave. Ka shumë shkoja, si kanë mbarë si mase. Shumë shqetësim. Në basë orë 7:30 nuk del do të tjerë nga mushkonjat. Shumë prej vizitorëve kanë zgjedhur që të pushojnë në hapësirat publike në këtë plazh, pasi sipas tyre pushimet janë me më pak kosto. Mbi 3.4 milion turistë huaj e vizituan Shqipërinë për gjatë 5 muajve të parë të vitit 2025, duke regjistruar një rritje me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritjen më të madhe duket se kanë shënuar vizitorët nga Izraeli me 382%. Mozaiku i turistëve të huaj në Shqipëri është zgjeruar bashkë me flukset që po shtohen në çdo stin. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga janari deri në maj në vendin tonë kanë hyrë rreth 3.4 milion të huaj, një rritje kjo me gati 4% në krahasim me po të njëjtën periudhë vjet. Dominojnë europianët, por për këtë 5 mujor rritja më e fortë në shifra në krahasim me 2024 vjen nga Izraeli. Ndërsa tensionet dhe pasigurit mbi zotërojnë në lindjen e mesme, një valë e turistësh nga Izraeli ka zgjedhur Shqipërinë për pushime. Të dhënat e Ministrisë së Turizmit tregojnë se në 5 muajt e parë të këtij viti në Shqipëri kanë ardhur rreth 12.300 shtetas nga Izraeli, një numër ky gati 5 herë më i lartë se sa po njëjta periudhë e vitit të kaluar.
Rritjen e shikojmë për shkak të rritjes së brendit të Shqipërisë ndaj Izraelit, edhe qasjes që ka Shqipëria ndaj Izraelit. Megjithatë, situata aktuale ka sjell anulime masive të turistëve nga Izraeli për sezonin veror. Nga shtetet europiane, rritjen më të fortë këtë vit e kanë shënuar hyrjet nga Franca, Finlanda dhe Bosnjë-Hercegovina. Këtu e ndjen kulturën e shqiptarëve kudo që të shkosh, kështu që kanë përshtypje shumë të mira. Ne kemi vizituar shtetet si Spanja, Italia dhe Portugalia, por vendi më i sigurt si turist mendoj se është Shqipëria. Jam i lumtur që jam këtu. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe jam surprizuar nga bukuria e këtij vendi. Ishim edhe në Sarand, plazhi ishte fantastik. Kemi rritje goxha të mira nga Anglia, nga SBA-ja, nga Zvicra, nga Franca, Gjermania, Austria, Finlanda. Këto janë me të vërtet tregje shumë të mira që ne kemi kohë që i kërkojmë. Hyrjet nga Kosova këtë vit kanë pësuar një ulje me rreth 7%. Megjithatë janë lokomotiva e fluksit të vizitorëve, ndërsa turistët nga Italia mbeten në vend të dytë. Ambasadorja franceze Catherine Suard dhe ish ministri i çështjeve europiane Thierry Repetin deklaruan nga Korça se Franca mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ambasada franceze javën e kulturës franceze këtë vit ja ka dedikuar Korçës. Në eventin përmbyllës e pranishme ishte edhe ambasadorja Catherine Suard. Në përgjigje të interesit të mediave, ambasadorja Suard tha se Franca e mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Franca e mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është thënë edhe nga presidenti Macron gjatë vizitave të tij në Shqipëri dhe integrimi evropian kalon jo vetëm përmes kulturës, por edhe zhvillimeve të territoreve, projekteve të bashkëpunimit territorial, zhvillimit të qëndrueshëm. Ndaj dua të falenderoj dy kryetaret e bashkive për këto projekte që kanë në këtë fushë. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo, si dhe ish ministri i çështjeve europiane në Francë, Thierry Repentin, i cili ka ardhur posaçërisht në këtë event pasi bashkia që ai drejton ka marrëveshje bashkëpunimi me Korçën. Fakti që jam sot këtu, si kryetari i bashkisë së Shembëri, por dhe si ish ministri i punëve europiane, është për të konfirmuar dhe një herë që Shqipëria është në Europë dhe ne do ta shoqërojmë këtë proces të pranisë antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky realitet dhe kjo perspektivë europiane është shoqëruar në nivelet e larta politike. Ka mbështetjen e qeverisë franceze, pasi presidenti Macron ka ardhur 2 herë në Shqipëri. Po ashtu, edhe kryeministri Rama ka bërë vizita të vazhdueshme në Francë. Sipas ish-ministrit francez, rol të rëndësishëm për antarësimin e Shqipërisë luan edhe pushteti vendor. Ndaj është e rëndësishme që bashkitë të zhvillohen dhe të bëhen pjesë e projekteve inovative. Zgjerimi do të jetë prioritet i presidencës daneze të Bashkimit Evropian. Ministri për Europën deklaroi se kjo është e vetmja mënyrë efektive kundër ndikimeve nga jashtë kontinentit. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është në krye të agjendës së presidencës daneze, e cila nis zyrtarisht punën me një korrik. Zgjerimi është një domosdoshmëri gjeopolitike, si e vetmja mënyrë që BE të kontribuojë në mënyrë efektive në stabilizimin e kontinentit kundër ndikimit të padëshiruar nga jashtë. Presidenca daneze do të punojë për të promovuar zgjerimin bazuar në merit, si dhe përmes reformave të brendshme. Ne synojmë përparimin në negociatat e zgjerimit me Ukrainën, Moldavinë dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor. Zgjerimi është i lidhur ngushtë me përpjekjet për të mbështetur vlerat themelore të BE-s, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ministri Abier tha se presidenca daneze do ta përshpejtojë procesin e zgjerimit përmes dialogut të vazhdueshëm politik, si dhe në përputhje me kriteret e Kopenhagenit. Për të siguruar një proces të suksesshëm zgjerimi, është e rëndësishme që Bashkimi Evropian të mbështesë përpjekjet e vendeve kandidate për të zbatuar reformat e nevojshme. Qëllimi i këtyre reformave është të sigurojë që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje të veprojë në mënyrë të pavarur dhe të vendosur në peizazhin e sotëm gjeopolitik. Këto përpjekje do të mbështeten në veçanti në rishikimet e ardhshme të politikave të Komisionit Evropian për reformat para zgjerimit, duke ofruar një bazë analitike të bazuar në fakte për hapat e mëtejshëm. Programi 6 mujor i presidencës daneze përfshin po ashtu mbrojtjen e vlerave themelore të Bashkimit Evropian, si demokracia dhe sundimi i ligjit.
Ecim më tej me zhvillimet nga kronika. Një nga 8 të shpallur në kërkim për shpërndarjen e kokainës në lokalet e natës në ish blok është arrestuar nga policia. Arimer Syziu, 23 vjeç, rezulton me mas siguri arrest në Burg për prodhimin dhe shitje të narkotikëve. Ai është pjesë e 4 grupeve kriminale. Përgjatë operacionit që policia zhvilloi të premten, sekuestroi rreth 2 kg kokain, 450 gram heroin, 2 armë zjarri, pistoleta, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shuma të konsiderueshme parash. Ekspertët vënë re një rritje të fëmijëve që kanë probleme me të folurin në fazat e para, sipas tyre një nga shkaqet është përdorimi i gjuhëve të huaja nga prindrit ose që i dëgjojnë nëpërmjet televizionit apo videove në internet. Qëndrimi i hershëm i fëmijëve përpara videove në gjuhë të huaj po bën që në shumë raste ata të mos e mësojnë gjuhën shqipe si gjuhë të parë. Në vend të fjalëve të nënës, fëmijët shpesh përdorin shprehje në gjuhë të huaj që i dëgjojnë përmes telefonit apo televizorit. Kam 4 vjeç dhe ka filluar që në moshën 2 vjeçare që flet anglisht nëpërmjet videove. Në përgjithësi ndikon shumë sepse këto fëmijë të vegjël akoma nuk dinë gjuhën shqipe. Mendoj që do të ishte gjëja më e mirë një alternimi të dyjave. Logopedia Kledina Elshani thotë se rastet e fëmijëve të vegjël me qasjen e të folurit të një gjuhë të huaj janë në rritje. Ka patur raste që kanë ardhur, pikërisht sepse fëmia përzgjedh të shprehet në gjuhën angleze më së shumti. Më shoh fëmijë të vegjël, 1 vjeç e gjys, 2, të cilat flasin direkt në anglisht me prindërit e tyre, thonë no mami. Pedagogu Shizai Roka e quan këtë një pasojë të globalizmit që shpesh shoqërohet me nënvlerësim të gjuhës amtare. E konceptojnë fëmijën më shumë si një anglisht folës se sa një shqip folës. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Problemi lind në momentin kur një gjuhë mbivendoset mbi gjuhën tjetër. Në rastet kur përdorimi i gjuhës së huaj ndikon në zhvillimin e të folurës, specialistët këshillojnë që deri në moshën 3 vjeçare fëmijës t'i flitet vetëm në një gjuhë. Pas moshës 3 vjeç, deri në moshën 5 vjeç, mund të fillojmë të vendosim një gjuhë të dytë për fëmijët, pasi ne të sigurohemi që i kemi bazat për gjuhën e parë. Duhen ndërtuar edukime që nuk cenojnë qenësinë shqiptare në favor apo në të mirë të një qenësie tjetër. Në kohën kur teknologjia po luan rol në formimin gjuhësor të fëmijëve, kërkohet më shumë vëmendje nga prindërit dhe institucionet. Dalja herët në trege prodhimit ka bërë që në këtë periudhë të ulet edhe çmimi i shalqirit. Fermerët nuk janë të kënaqur me pikat e grumbullimit dhe një pjesë e tyre ka zgjedhur që ta shesin atë vetë. Është koha e vjeljes së bustanëve, frutit më të kërkuar të stinës së verës. Pikat e grumbullimit në Divjak po punojnë me kapacitet të plot dhe kërkesa është më e madhe se prodhimi. 90% e sasisë është mbjellë për eksport. Kosova është tregu kryesor për eksportin e shalqirit nga Divjaka. Ramazani Jashari vjen të paktën 4 herë në javë për të ngarkuar kamionin e tij me bostanorët nga Prishtina. Mbi 64 tonë është ngarkesa që merr gjatë një jave me produkte nga fushat e Myzeqes. Jena të kënaqur me këtë produkt. Nuk zgjehet vetëm. Ju leverdist të furnizoheni nga Shqipëria me çfarë çmimi e merrni? Në atë pjesën e këtij, unë jam vetëm shofer. Sa ngarkesa vjen merr në Shqipëri ti, për shembull gjatë kësaj sezonit të shalqinit? Po 3-4 ngarkesa brenda javës. Ndërsa eksporti po ecën me ritme të mira për pikat e grumbullimit, prodhuesit janë në hall me çmimin. Nëse e kalon në rreth rrotullimin e çermës, syri të zë tendat për shitjen e shalqirit. Janë fermerët të cilët atë që nuk e eksportojnë e tregtojnë vetë në rrugë. Ylli Vrapi tregon se po shet me 30 lek shalqirin e tij, duke refuzuar ta çojë për eksport për shkak të çmimit të ulët deri në 13 lek për kilogram.
Arrin ta shesësh? Do kajt me gjysmë, do kajt me të narë. Prishet. Pse nuk e jep tregtarëve? Ish pa lek pra, ish pa stroarën, lek gjep s'njel asi lek. T'jep tregtarëve të sot, me të qvim gjesh. Fermerët ngren pretendimin se Inzeti po u shkakton probleme me prodhimin. Temperaturat e larta kanë pjekur të gjithë prodhimin e fushës menjëherë, duke sjellë çrregullimin e tregut. Ne po qëmë pa lekë, dhe lerat e se si vjetë s'ka pas rendiment njerë, më ka shku 20 kuntal dylymi, edhe zjerim lek tona me këtë çmime që kanë. Po t'ishe çmimi 250, normal do t'ite 100.000 lek, 50.000 lek për distancat, për shpenzimet. Kështu jemi shumë keq. E shëlqirë në përara, nuk din, po çmenen njerëzit, po rrinë kështu si të habitur. Dhe shitet nën kostën e prodhimit. Do të thotë se gjithë fermerët janë të humur. Me sa çmimi? Me 10 lek, me 12 lek, me 13 lek maksimumi. Këtu varion çmimi. Eksporti i shkallëqirit kryesisht bëhet me vendet e Ballkanit, ku Kosova dhe Maqedonia zën peshën kryesore. Për të rritur fitimet e tyre, fermerët kanë kultivuar shkallëqi në fusha edhe në sera, duke bërë të mundur që prodhimi i parë të dalë në maj dhe të përfundojë në shtator. Në sheshin para bashkisë së Shkodrës, Bujar Qamili mbajti një koncert rezital që bëri bashkë të dashës të shumtë në këtë atmosferë të veçantë, u bën bashkë edhe shumë vizitore e turistë huaj. Qefi bahet me Shkodran. Ky është mesazhi që dha këngëtari Bujar Qamili me koncertin e tij recital. Një natë magjike në sheshin para bashkisë së qytetit që bëri bashk ardashës të shumtë. Artisti i madh, Nderi i Kombit, solli këngët më të njohura të tij para publikut të tij të zemrës. Në skenë u ngjitën edhe artistë të tjerë shqiptar, me të cilët Bujar Qamili ka bashkëpunuar ndër vite. Vetë këngëtari shprehu emocionet e tij pas koncertit. Jam pak i emocionuar nga kjo pritje mallëkështore e këtij publiku të mrekullueshëm, ku gjithmonë e ka treguar veten, sidomos në rastet e mia. Artistë të tjerë e vlerësuan Bujar Qamilin si një figurë krenarie jo vetëm e Shkodrës, por e gjithë Shqipërisë. Kënaqësi e veçantë që t'jem në mes Shkodrës me Bujar Qamilin. Kjo është rëndësia edhe madhja dhe pesha e kësaj ardhje time në Shkodër. Sot kanë ndoshta të gjithë këngëtarët e Shqipërisë të jenë prezent në këtë koncert recital të madh të Bujar Qamili, edhe isha shumë i lumtur që isha pjesë, isha shumë i lumtur që isha prapë në Shkodër. Koncerti recital u ndoq me interes nga ardashës të shumtë. Veten e kam si Bilbilin, jam i ri, jam i vjetër, jena krenar me Bujar Qamilin, Shkodra sot ka marrë pamje tjetër. Në këtë organizim, që gjallëroi edhe më shumë Shkodrën, nuk munguan as turistë të huaj, të cilët shijuan atmosferën e veçantë në këto ditë që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në kryeqendrën e Veriut. Më shumë se 500 motoristë u bën bashkë në Korçë në edicionin e 7 Motor and Rock Festival, nuk munguan as grupet nga rajoni dhe Europa. Spektakël e adrenalin në Korçë. Atmosfera u krijua gjatë 2 ditëve në juglindjet vendit, fal edicionit të 7 të Motor and Rock Festival. Organizimi bëri bashk 500 motoristë, grupe të ardhura jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Europa. Është viti 7 që realizohet kjo fest, me një pjesëmarrje që ne llogaritim rreth 500-600 motoristë. Të gjithë janë ka shumica nga Shqipëria, grupe shqiptar, nga Maqedonia, nga Greqia dhe nga Kosova. Shumë prej motoristëve nuk janë për herë të parë në këtë aktivitet. Përshtypje shumë të mira. Kemi ardhur për të dhënë një shtys Kombit edhe Korçës. Është një ngjarje jashtëzakonshme. Pasioni na lidh. Vi rregullisht këtu, çdo vit kam qenë dhe vi me gjithë shef. Motori është si gruaja. I martuar nuk jam, po e kam dëgjuar nga të tjerët. Po nuk kujdese për gruan, do të lërë edhe motori. Po nuk kujdese, po nuk e nxore jashtë, do të lërë dhe motori.
Jemi nga një fshat i vogël afër Selanikut. Erdhëm para një ore këtu dhe është hera e parë që vi. Kam ardhur me babain tim me motor. Kemi një motor sportiv dhe mua më pëlqen shumë. Motori është pasioni i babait tim, kurse unë ende nuk kam një motor timin dhe pse më pëlqen shumë. Edhe motoristët që u përkisnin grupeve nga vende të ndryshme vlerësojnë veçanërisht mikpritje në Korçë. Veç paradës së motorëve, nuk munguan as tingujt e muzikës rock, ku në skenën e madhe të ngritur në Korçë u ngjitën emra të njohur të muzikës. Shkojmë në publicitet.